Ishte fshehur në një qese të zezë gjendet mes mbeturinave foshnja pa shenja jete. Një ngjarje e rëndë tronditëse është zbuluar në Prishtinë, ku një foshnjë porsalindur është gjetur e braktisur dhe e pa shenja jete në një qese të zezë pranë një grumbulli mbeturinash. Referuar raportimeve nga mediat lokale, ngjarja është zbuluar nga një qytetar i rastësishëm i cili ka lajmëruar menjëherë autoritetet. Pas këtij njoftimi, policët dhe mjekët emergjent kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar se foshnja ishte pa shenja jete. Trupi pa jetë i foshnjës u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku do të kryen ekzaminimet për zbardhjen e rrethanave të vdekjes. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, foshnja u gjet në një qese plastike të zezë në zonën e vendgrumbullimit të mbeturinave në rrugën Butovci, ndërsa policia dhe hetuesit ndodhen në terren dhe ka nisur hetimet mbi vdekjen dhe identifikimin e personave përgjegjës. Autoritetet kanë bërë thirrje për çdo që mund të ketë informacion.